Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyillahil karim Muhammad ibn Abdullahil mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'du. Allahu jalla jalaluhu afalandarojm ata subhanahu wa ta'ala adhurojm për ti ndihmë, falje, mëshirë, udhëzim kërkojmë. Atë të cilin Allahu Azza wa Jall, të nderuar vëllezër, të dashur xhamatli, nuk ka dyshim se ndjekja e rrugës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është prej obligimeve që Allahu Azza wa Jall na ka obliguar. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk ka ndonjë jahudi, ndonjë çifut apo ndonjë krishter që të ketë dëgjuar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e pastaj nuk i beson atij, vetëm se fundi i tij do të jetë në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruajt. Nga se Allahu Azza wa Jall tha: "Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ai cili respekton të dërguarin e Allahut e ka respektuar edhe Allahun Azza wa Jall. Pastaj vëllezër, ju e dini se Allahu Jalla wa Ala çelësin që njeriu të hynë në këtë fe e ka përbër prej dy fjalive. Ajo është dëshmia e parë se nuk ka të adhuruar tjetër me merit pos Allahut Azza wa Jall dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të cilat njerëzit i anashkalojnë tërësisht ose thuajse nuk din fare për to, nga se edhe interesimi jon është minimal që neve të njoftohemi me sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne ligjëratën e kaluar folëm për disa sunete të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të harruara në lidhje me abdesin dhe i trajtuam ato detajisht atje dhe treguam se cilat prej suneteve preferohet që besimtarët ti ngjallin dhe ti praktikojnë për ta marrë shpërblimin, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i cili e ringjall një sunet në Islam, të cilën domethënë njerëzit e kanë harruar, ai do ta ketë shpërblimin e asaj vepre dhe do ta kenë të gjithë ata të cilët veprojnë pas atij do ta kenë të njëjtin shpërblim, po edhe këtij do t'i shkon një pjesë e shpërblimit, nga se ky është ai i cili e ringjalli këtë vepër të mirë. Ndërsa sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do t'i trajtojmë disa sunete të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të harruara apo pak të praktikuara prej muslimanëve në kohën e sodit. Ajo ka të bëjë pikërisht me kapitullin e ghuslit, pra larjes së komplet trupit. Ne e dim se larja e komplet trupit është dy llojesh. Është ndonjëherë njeriu e bën thjesht për t'u pastruar ose thjesht për t'u freskuar dhe nuk e ka për qëllim pra ibadetin, nuk e ka për qëllim ghuslin, larjen e komplet trupit që nga ai të largohet gjendja e papastër e trupit të tij. Ne do të ndalemi pikërisht me këtë pjesën e dytë, pra ghusli apo larja e komplet trupit, e cila është e obliguar për besimtarin pas aktit intim ose nëse njeriu ejakulon gjatë gjumit apo me prekja apo diçka tjetër të ngjashme me to. Prej suneteve të nderuar vëllezër për kapitullin e ghuslit thot në librin të cilin ne e kemi marrë si bazë dhe shpjegojmë për ti, thot istihbabul wudu'i qabla al-ghusli min al-janabati
wa sifatu ghuslihi sallallahu alaihi wasallam min al-janaba. Thot është pëlqyeshmëria, pra pëlqyeshmëria e marrjes së abdesit para se të bëjmë larjen komplet të trupit. Pra para se të lajmë të marrim ghusull komplet trupin, ta lajmë komplet trupin, preferohet që besimtari së pari njerë të merr abdes, nga se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe formën do ta shtjellojmë dhe do ta tregojmë formën e ghuslit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, para se ta shpjegojmë këtë, kisha dasht që t'ua bëj me dije se ghusli është dy llojesh. Është ghusli i përgjithshëm dhe ghusli i detalizuar. Ghusli i përgjithshëm ka të bëj me larjen me niyetin, pra e bëjmë niyet për ghusull, për të larguar gjendjen e papastër, që ne mund të adhurojmë Allahun azza wa jall me këtë larje dhe me këtë ghusull, dhe mjafton që njeriu të lanë komplet trupin e tij. Mjafton që njeriu të lanë komplet trupin e tij, e sipas disa dietarëve, dhe është një mendim i fortë, duhet që ta shpërlan gjatë larjes së komplet trupit e tij, duhet ta shpërlan vetëm gojën edhe hundën e tij. Ndërsa ghuslin e detalizuar, të cilin do ta përshkruajmë tash këtu, dhe tham se preferohet që njeriu një herë të merr abdes e pastaj ta bën komplet larjen e trupit, pra kjo është forma e detalizuar e ghuslit dhe forma më e mirë të cilën i dashuri jon sallallahu alaihi wasallam e praktikonte. Andaj transmetohet nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalet kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ightasala min al-janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma yaghtasilu. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pastrohej, kur lahej nga xhunublloku, pra nga gjendja e madhe e papastërt të njeriut, thot së pari njëherë i lante duart e tij. I lante, pra bënte larjen e duarve të tij. Pra para se të fillon larjen e komplet trupit, i lante njëherë duart e tij. E pastaj thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, merrte abdes ashtu siç merrte abdes për namaz. E merrte abdesin pra komplet, ashtu siç merret abdes për namaz. Pastaj thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte larjen e trupit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra njëherë i lakte, pastaj njëherë i lakte flokët e tij, mirë me duart e tij, i fuste gishtat në mesin e flokëve të tij, derisa thot të vërtetohej se ka mbërrir ujë në lëkurën e kokës së tij. E pastaj merrte 3 grushta me ujë dhe e lagte komplet trupin e tij. Dhe e lante kokën mirë dhe e lante komplet trupin e tij. Fillonte me anën e djathtë, e pastaj edhe anën e majt, e pastaj i lante edhe këmbët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj transmetohet me një hadith tjetër nga Mejmunja radhiyallahu ta'ala anha, e cila thot, dhe e trajtojnë në çështje pak më të detalizuar ghuslin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila thot se ja përgatita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ujin për t'u larë dhe për t'u pastruar nga xhunublloku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot fa ghasala kaffayhi marratayn aw thalathan. Pra i lau duart 2 herë thot apo 3 herë. Kjo është transmetuesi dyshon 2 herë apo 3 herë, sidoqoftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lau duart 2 herë apo 3 herë. Pastaj thot Mejmunja radhiyallahu ta'ala anha, pra bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot thumma adkhala yadahu fil ina'i. Thot pastaj e futi dorën e tij në enë për të marrë ujë. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derdhi ujë në organin e tij gjenital, pra për ta pastruar me dorën e tij të majt. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori pasi i lau duart, pastaj mori thot ujë dhe e pastroi organin e tij gjenital me dorën e majt.
Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot thumma daraba bi shimalihi al-ardha fadallakaha dalkan shadidan. Thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij të majt e preku tokën, pra dheun, dhe e tërheki fort dorën e tij në dhe, kanë thonë dietarët, këtë ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta pastruar dorën e tij nga ndonjë ndytësi apo papastërti që i mbeti gjatë pastrimit të organit të tij gjenital pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj thot, pasi përfundonte, merrte thot abdes ashtu siç merrte për namaz. Pra pasi përfundonte larjen e organit të tij, pastaj fillonte merrte abdes, që do të thot fuste ujë në gojën e tij, në undën e tij, lante fytyrën, lante kratë e kështu me radhë deri sa ta përfundonte abdesin e tij. Thot pastaj pejgamberi thot Mejmunja radiallahu ta'ala anha thumma afraga ala ra'sihi thalatha hafanatin mil'a kaffihi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derdhi ujë në kokën e tij me 3 grushtat e tij. Me 3 grushta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lagu kokën e tij, e pastaj thot thumma ghasala sa'ira jasadihi. Pastaj e lau komplet trupin e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma tanaha an maqamihi dhalika fa ghasala rijlayhi. Pasi përfundoi larjen e trupit komplet, pra lajti së pari duart, pastaj e pastroi organin e tij, e pastaj e pastroi dorën e tij me dhe, pastaj mori abdes siç merr për namaz, pastaj derdhi ujë mbi kokën e tij, 3 grushta me ujë, i derdhi në kokën e tij, e pastaj e lau komplet trupin e tij, e pastaj thot u largua pak nga vendi ku kishte marr abdes dhe ku kishte bërë larjen e trupit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe shkoi pak më anësh, e pastaj i lau thot edhe këmbët e tij. Kështu vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë marrjes së ghuslit apo larjes së komplet trupit për të larguar gjendjen e papastër nga trupi i tij. E tash, pse vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe largohej nga vendi i tij? Nga se përpara banjot apo vendet ku njerëzit e bënin larjen e trupit komplet nuk ishin sikurse banjot tona, të cilat kanë mermer, kanë ploça, kanë diçka të ngjashme, në të cilën nuk rrin ujë aty. Pra nuk e pin vendi ujin aty ku nuk e thith vendi ujin dhe papastërtitë në vendin ku është larg, ndërsa atëherë kanë qenë prej dheu, dhe dheu siç e dini, dheu e tërhek ujin te poshtë dhe e tërhek dhe papastërtia mbetet nga se nuk ka ku të shkon. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund largoheshte edhe pastaj i lante edhe këmbët e tij. Ndërsa sot në këto banjo moderne, në këto tusha modern, edhe nëse e përfundon me njëherë larjen e këmbëve prej në fillim, nuk ka problem dhe nuk është diçka e papëlqyer ose e ndaluar, nga se uji tash nuk rrin, po vazhdon te vendi i cili është apostafat për thithjen e ujit të papastër. Allahu e din më mirë. Gjithashtu prej veprave të preferuara gjatë ghuslit apo larjes komplet të trupit është e pëlqyer dhe pëlqehet abdesi për atë i cili është gjunub kur dëshiron që të han ose të pin apo të flen. Qase na ka transmetohet nga Abdullah ibn Omeri se Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu thot, qala ya Rasul Allah, pra Umar ibn al-Khattabi thot, ya Rasul Allah, a yarqudu ahaduna wa huwa junub? Thot, ja Rasul Allah, a shtrihen ndonjëri prej nesh për të fjetur ndërsa ai është në gjendje të papastër, pra është junub? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, idha tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ndonkush prej jush merr abdes, atëherë le të shtrihet që të flen edhe nëse është gjunub, pra edhe nëse është në gjendjen e papastër. Gjithashtu transmetohet hadithi i dytë nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalet kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-salah.
Aisha radiallahu ta'ala anha transmeton dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dëshironte që të flen, pra të bjerë që të pushon dhe të flen, ndërsa ai ishte në gjendje të papastër, thot e lante organin e tij gjenital, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot merrte abdes ashtu siç merrte abdes për namaz, e pastaj shkonte që të flen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj me një transmetim tjetër te Imam Muslimi rahimahullahu taala thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda wudu'ahu lis-salah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse ishte në gjendje të papastër, pra ishte junub, thot dhe pastaj ose dëshironte që të han apo të flen, të pushon, merrte abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç merrte abdes për namaz. Andaj shumica e dietarëve anojnë, pra xhumhuri, shumica e ulemave anojnë se është e pëlqyer që njeriu nëse është në gjendje të papastër, është xhunub, së pari të merr abdes e pastaj të shkon të pushon. Pra i ndodh njeriu që ndonjëherë të jetë xhunub, të ketë ndoshta kam pasur kontakt me gruan e tij, e ndoshta ka ftoht që me njëherë të lahet, është koha e ftoht, apo diçka ndonjë arsye tjetër të ngjashme ose lodhje, dhe ky thot do të lahem më vonë, do të pastrohem më vonë, atëherës nëse e dëshiron një gjë të tillë, i preferohet, nuk themi se është obligative, po i preferohet që ky së pari të merr abdes e pastaj të shkon të flen ose të pushon, Allahu e din më mirë. Gjithashtu prej gjërave që preferohet gjatë ghuslit, larjes së komplet trupit ose dispozitat që të kanë të bëjnë me ghuslin, me gjunubullakun, është që preferohet të merret abdes ai i cili ka dëshirë që edhe një herë të ketë marrëdhënie intime me gruan e tij. Pra nëse së pari herë ka pasur një herë marrëdhënie intime me gruan e tij dhe pastaj pas një kohe dëshiron që përsëri të ketë marrëdhënie intime me gruan e tij, preferohet që të merr abdes, ka se kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po para kësaj, gjithashtu prej suneteve të harruara në këtë kapitull, pra në kapitullin që kanë të bëjnë me dispozitat e ghuslit, larjes së komplet trupit, është se njeriu para se të fillon kontaktin intim me bashkëshorten e tij, preferohet që ai ta bën një lutje. Preferohet që ai ta bën një lutje. Hadithin që transmeton Buhariu, Imam Muslimi dhe të tjerë, nga Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse ndokush prej jush ka dëshirë që të ketë kontakt intim me bashkëshorten e tij, atëherë le të thot bismillahi, pra në emër të Allahut, Allahumma jannibna ash-shaytan, o Allah, në largoje shejtanin, djallin e mallkuar nga ne, wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, dhe largoje shejtanin, djallin e mallkuar nga ajo që e ke caktuar për ne që të na furnizosh. Pra nëse Allahu azza wa jall ka bërë caktim që ti furnizon këto me ndonjë fëmijë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi që shejtani ta dëmton këtë fëmijë asnjëherë. Kanë thënë dietarët, çka ka për qëllim, nuk ka për qëllim, nuk mundet ta dëmton asnjëherë. Nëse ne shohim se ndoshta e kanë bërë prindërit këtë lutje, këtë dova, mirë po megjithatë e gjen djalin shembull të lajthitur në disa devijime. Kanë thënë ulemaja se nuk është për qëllim që ky nuk do të bjerë në asnjë devijim, në asnjë lajthitje, në asnjë cytje të shejtanit, ose nuk do të bjerë pre e shejtanit në ndonjë devijim dhe ta ndjek atë. Mirë po kanë thënë ulemaja se shejtani nuk do të ketë mundësi që këtë të rësisht ta nxjerrë nga Islami. Sa me gjithë ato gjunahe që ka me i bëki, që shejtani ka më mundu që me e deviju, me gjithë atë,
ky nuk do të ketë mundësi shejtani që ta nxjerr komplet prej islamit. Edhe pse ky hadith ka normal edhe komentime tjera, mirë po ajo që mendohet se është më saktë, Allahu prapë din më mirë, është se shejtani nuk do ketë mundësi që ta devijon këtë njeri. Ashtu si thamë të nderuar vëllezër, se prej suneteve të harruara që njeriu kur të ketë kontakt me bashortën e tij dhe pastaj dëshiron të ketë edhe një herë kontakt me bashortën e tij, atëherë preferohet që ky të merr abdes. Transmetohet nga Abu Sa'id al-Khudriu, i cili thotë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Kur dikush prej jush ka kontakt intim me gruan e tij e pastaj dëshiron të kthehet dhe të ketë edhe një herë kontakt intim me bashortën e tij, së pari një herë le të merr abdes. Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmeton Ibn Abi Shaybah nga Salman ibn Rabi'ata, i cili thot, qala li Umar, më tha mua Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, ya Salman, idha atayta ahlaka thumma aradta an ta'uda kayfa tasna? Kur ti ke kontakt intim me bashortën tënde dhe pastaj dëshiron që edhe një herë të kesh kontakt intim me bashortën tënde, si vepron ti? I thash, qultu kayfa asna? E pyeta Umar ibn al-Khattabi, çka të veproj? Pse ky nuk kishte informat dhe nuk e dinte. Atëherë tha Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhuma, tawadda bainahuma wudu'an. Thot mes dy kontakteve intime merr një abdes. Pra merr së pari abdes. Andaj Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala me një kapitull lidhje me këtë hadith ka thonë, e ka venduar një kapitull dhe thot, babu jawazu nawmi al-junubi wa istihbabi al-wudu'i lahu wa ghasli al-farji idha arada an ya'kula aw yashraba aw yanama aw yujami'a. Thot lejohet që njeriu të flen kur është junub, në gjendje të papastër, pra kapitull lejimi i gjumit nëse është në gjendje të papastër, mirë po thot i preferohet atij që të merr abdes, ta pastron organin e tij, nëse ka dëshirë thot që të han, të pin, ose të flen, ose të ketë edhe një herë kontakt intim me bashortën e tij. Prandaj thot në komentimin dhe sqarimin e këtij hadithi thot, hadithet në përgjithësi na tregojnë se i lejohet gjunubit, ai i cili është gjunub në gjendje të papastër, që të flen, ose të han dhe të pin dhe të ketë kontakt intim edhe nëse nuk është i larë. Pra nuk ka marr gusl komplet. I lejohet, mirë po ajo që ka preferohet është se duhet të merr një herë abdes e pastaj është e lejuar që ai të ketë kontakt intim përsëri me gruan e tij. Gjithashtu thot, dietarët janë të pajtuar se trupi i atij i cili është gjunub dhe djersa e tij janë të pastërta. Trupi, pra lëkura, trupi i njerit i cili është gjunub dhe djersa e tij janë të pastërta. Dhe gjithashtu sipas haditheve thot, është e preferuar që njeriu të merr abdes dhe të lan organin e tij për të gjitha këto gjendjet. Pra nëse dëshiron të han, të pin, të flen, ose të ketë kontakt intim me gruan e tij, nëse ai është gjunub, nëse ai është në gjendje të papastër. Wala siyama idha arada an yujami'a man lam yujami'ha, wallahu a'lam. Allahu e din më së miri. Lutim Allahun azza wa jall që këto sunnete të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me kapitullin e gjunubit, gjunublëkut dhe larjes së përgjithshme të trupit, që këto sunnete të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ti praktikojmë, ndërsa në serialin e ardhshëm apo në dersin e ardhshëm do të flasim në lidhje me sunnetin e misfakut. Allahu e din më mirë. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.